Albana, një emër i ri në skenë. Ajo erdhi me një projekt të ri muzikor që mban titullin Merre Merre, tekstin e së cilës e ka shkruar vetë ajo. Kënga në fakt është një kompozim origjinal i frymzuar nga Dil Moj Dil, të dal të rënja, ku kombinon elemente të muzikës tradicionale shqiptare me ritmet soul R&B. Zana Malit thot Arinda Gjoni në këngën e re, të cilës ja bashkangjiti dhe videoklipin realizuar nga VI Production, ku regjinë e vëri dhe Gjoni, e cila ka shkruar edhe tekstin e madje realizuar dhe muzikën bashkë me The Vox. Për miksimin dhe masterizimin e Zana Malit u përkujdes Dongima. Ja marr zemrën djalit, ja marr zemrën djalit. Alban Skënderaj ka bashkuar forcat me Elgi Doda për të sjellë Margaritar. Teksti i këtij projekti muzikor u shkrua nga vetë Albani, i cili bëri dhe muzikën. Producent është Elgi Doda, teksa për miksimin dhe masterizimin u përkujdes Marenglen Boja. Yllimani po vazhdon të na befasoj me risi, ju bë virale po të preste Shadërvani, origjinali i kënduar nga Nexhmi Mehmeti dhe Ganimeti Ashanica. E këngëtari e hodhi si të plot këtë këngë duke arritur të klikohet e të komentohet jashtëzakonisht shumë. Autor të këtij hiti të para shumë vitësh janë Naim Krasniqi, i cili bëri muzikën, kurse për tekstin u përkujdes Ilir Shaqiri. Fation Miftari është producent i këngës së publikuar në kanalin e Limanit në YouTube. Ju kemi njoftuar prej kohësh që karriera e Arta Bajramit ka kaluar kufind shqiptar. E tashmë kemi një projekt të ri muzikor që na ka bërë për vete me të publikuar. Ajo dhe grupi italian Stil Novo bashkuan forcat për këngën e titulluar La Notte di San Lorenzo. Për tekstin dhe muzikën u përkujdes Via Mas Arcuri, ndërsa përpos vokalit të mrekullueshëm të artës, aty ishte dhe Luana Bellucci. Për më shumë ndiquni këtë premierë. Seven Saraci dhe Sesi kanë bashkuar forcat për projektin e tyre më të ri, që mban titullin 4TN, i cili tashmë është publikuar në platformat digjitale. Kënga vjen me një kombinim të zhanrit R&B me element latin, duke sjellë një freskinë në skenën muzikore shqiptare. Ritmet dhe melodia ngrohtë krijojnë një atmosferë unike, teksa kënga është prodhuar nga Arcase, DJ Boom dhe Lil Wanda. Ky projekt pritet të marrë vëmendje të veçantë në ditët në vijim, pasi ndërthurja e stilit të artistëve dhe tingujt e bëjnë atë një prej projekteve më premtuese të sezonit, i cili erdhi sigurisht edhe me një videoklip të veçantë. Bujar Mustafa ka publikuar një këngë të re, ajo mban titullin Se kom dasht me tekst nga Gullo. Producent është Dart, kurse për anën vizuale u përkujdes XL Films. Përndryshe, kjo prurje është pasuese e bashkëpunimit të Mustafas me Loren, e që dyshja publikuan Zemra Jote, që arriti të klikohet në mbi 1 milion herë. I dedikoj edhe një këngë të bukur ardhjes në jetë të voglushit. Eda Skani tashmë është gati 2 muajsh me një super mami si Dafina. Këtë mund ta shihni ju vetë në votacionin e publikuar nga vetë këngëtarja, ku e paralajmëron rikthimin me projekte muzikore. Duket se ka marrë malli shumë për muzikën, ani pse ishte goxha aktive deri 2 javë para lindjes.
Gjendja e Gjestit nuk është as pak e mirë, artisti po ngacmon fansat me postime në story, duke thënë se ka shumë projekte, por problemet me ish menaxherët e kanë stopuar, nga se mund të has në telashe me gjyqjen. Kontratën e ka edhe për plot 2 vite. Në Zoom ka mësuar që Gjesti i ka gati jo 1, as 2, por shumë këngë të reja, që madje u ka realizuar edhe klipin, ama këtu problemi është që kontrata detyron Besartin që prurjet e reja të i vendos në kanalin e Onimas, e sigurisht Kelmendi nuk do që një gjë e tillë të ndodhë, sepse përfitimet do t'i mbaj me labelin e ri që tashmë ka bërë kontratë.